Ku e kupton të çka është liria? Në cilin fjalor? Se është burimi yt që mbi bazën e tij ti pastaj e kupton lirinë që e sillon jetën tonë. Cila është liria që ti e sillon jetën tonë? Liria e epshit, e shpënimit, e argëtimit, e shpenzimit, apo cila liri që ti e sillon jetën tonë? Është ajo që flet Kurani për të. Që ajo është liria kryesore. Që ti je i lirë nga gjitha prangat e dunjas, e materializmit, i lirë, ai që realisht gjitha këto i dominon, i shfrytëzon, ndërsa i vetë është robi Allahu te barekuhu teala. E kështu po. Nga se ka shumë sot të ndërruar vëllezër burime që të mësojnë se çka është jeta, çka është e ardhmja, çka është e mira, çka është liria. Po ne si besimtar që kemi adhurimin qëllim, ne duhet që ta kuptojmë se legitimiteti dhe përkufizimi i duhur dhe i sakt i gjërave dhe i koncepteve është tek shpallja e Allahut te barekuhu teala. Ai është i gjithdijshëm dhe ai ka shpall Kur'an, ka dërguar pejgamber për këto çështje. Na mëson çka është jeta, na mëson çka është familja, çka është gruaja, çka është burri, çka është fëmiu, çka është begatia. E shumë tjera koncepte sot të manipuluara, madje të sakatosura, të gjymtosura. Kemi nevojë që t'i kthehemi Kur'anit, t'i kuptojmë pse jetojmë. Andaj, adhurimi bëhet qëllim kur Kur'ani dhe suneti pejgamberit alayhis salam bëhet burim i informimit, burim i legitimitetit dhe burim i orientimit të jetës tonë. Kjo është kërkesë emergjente, prioritet që nuk duhet besimtari me anashkalu. Gjithmonë pyesim se a thuvall çka thot feja për këtë çështje? Çka thot shpallja për këtë çështje? Madje edhe për detajet më tim të jetës sonë, duhet që të mësojmë të kthehemi në burim e mos ta kundërshtojmë burimin. Mos ta kundërshtojmë burimin, por të bindemi atij, nga sa Allahu te barekuhu teala në bazë të bindjes tonë do të na merr në llogaritë e gjykimit. Për këtë arsye Allah i ka lavdruar besimtarët duke thënë se mas që kanë besuar në Allahun te barekuhu teala, ata thanë wa qalu sami'na wa ata'na. Dëgjuam shpalljen, ne e dëgjuam fjalën, ne e dëgjuam porosin, ne e dëgjuam mësimin dhe ne tashmë i bindemi. Jetojmë sipas këtij mësimi, kuptojmë sipas këtij mësimi, mendojmë sipas këtij mësimi, analizojmë sipas këtij mësimi e kështu me radhë.